më kanë bërë jetën kur i thuhet ferr, kur i thuhet. Të mendosh gjakpërin, po zhgurit është pak. Më fal, për maman time e bënin putan. Kjo do më thonë ka për të ndënjur gjithë jetën në zemrën time. Më thoshin mama të kemi falur 1000 herë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, unë do të hap dritaren për një 40 vjeçare nga Berati me emrin Entela. Ajo ka vendosur të jetë këtu në live me mua për të rrëfyer dramën që ka kaluar në jetën e saj. Erdhi në jetë si një fëmijë i padëshiruar dhe nuk gjeti dashurinë askujt. U rrit me motër dhe vlla, me nën dhe baba, por sot nuk ka askënd. Çfarë ka ndodhur me historinë e kësaj 40 vjeçare, do hap dritare, do e ftoj dhe do e dëgjojmë së bashku Entelën. Entela, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Italia. Uroj të jesh mirë dhe uroj që në këtë intervistë të dyja së bashku të ndihesh mirë. Faleminderit. E dashur, më dërgove disa mesazhe, i lexova dhe kërkon ndihmë. Kërkon të jesh në një live, të jesh publik me imazh të mbuluar. Padyshim që do i respektoj rregullat që ti ke vendosur, është normale kjo gjë, por do ta dëgjoj me vëmendje historinë tënde. Çfarë ka ndodhur? Çfarë kërkon ti të denoncosh sot? Unë e para kam lindur në vitet, domethënë kur i thuhet në kohën e socializmit. Ti i bie të kesh lindur në 1984-ën, jo 84-ën, 86-ën. Po. Je 40 vjeç, po? Edhe domethënë lindja ime nuk ka qenë domethënë shumë e mirëpritur nga prindrit. Pse? Po megjithatë kur i thon e capitato. Domethënë i vini nga, domethënë të dy vini nga një divorc, që të dy. Nëna dhe baba juaj kanë patur martesa të mëparshme dhe u martuan dhe të sollën ty në jetë. Dhe mamaja kishte fëmijë, plus dhe babai kishte fëmijë. Babai pati 2 goca. Mua më vjen para se të vdiste më erdhi shumë keq se më kërkonte të mi prezantonte dhe nuk mi prezantoi kurrë se unë isha jashtë. Edhe domethënë jo do vi tani, jo do vi pastaj, jo tani se punoja, arriti që ai vdiq dhe mua më ka ngelur shumë peng. Ti nuk i ke njohur motrat nga babai? Jo, nuk i njoh fakur se domethënë domethënë kur i thuhet domethënë që të rritesh vetëm, unë jam rritur vetëm. E ke parasysh kur i thuhet pa domethënë me prindër, po kur i thuhet jetim me prindër gjallë. Por pse? Ndodhi. Domethënë pa xhaxha, pa halla, pa teze, pa daja, pa kushurin, pa kushurira. Kur i thuhet pa gjysh, pa pas dhe njeri. Por pse ndodhi kjo gjë me jetën tënde? Pse ti ishe ndarë nga gjithë njerëzit? Jo se u ndava unë, domethënë nga njerëzit e babait nuk pranuan maman si nuse e djalit. Plus mamaja u rrit jetime. Domethënë se pati shumë fëmijë u rrit jetime. Dhe unë isha fëmija i fundit kur i thotë më ka bërë në një moshë shumë të madhe. Megjithatë, kur u rrita unë, domethënë llogaritë me dy fëmijë që mamaja kishte, më kanë dhunuar. Më kanë shantazhuar, më kanë bërë jetën kur i thuhet ferr, kur i thuhet. Kush të ka dhunuar? Edhe ferrin ti mund ta mendosh pak ferrin. Dashur Entela, më lejo të bëj dhe pyetje që ta kuptoj qartë historinë tuaj. Ti më tregove që je rritur vetëm me nënën dhe babain, nuk i njohe. Edhe 2 fëmijët e mamas. Je rritur dhe me 2 fëmijët e mamas, vlla dhe motor apo motra? Vlla dhe motor. Ke patur fati të kesh një motor dhe një vlla? Nga në mamas. Po, dhe kush të ka dhunuar? Po nuk më pranoni si motre tyre. Çfarë moshe kishin ata kur ti erdhe në jetë? Domethënë ishin më të mëdhenj nga mua, po jo shumë më të mëdhenj nga mua,
po që e ke parasysh ti nuk vinin, domethënë, dhe ata vinin nga një sikur ishte, domethënë, i mat. Domethënë problemi i familjes tyre. Po dhe unë se kuptoj se pasaj në kohën e demokracisë njerëzit ju kap horizonti, ju hap gjëra. I të mendosh tani kjo është për shembull faji im ose faji këtit ose faji atit. Njeriu kupton më fal për shprehjen, e mexhanon jetën e vet, domethënë se nuk po më vinte në shqip. Për shkak të qeveria aty. Po ata nuk e bën kur këtë gjati. Edhe pasaj fajtoria isha vetëm unë. Fajtoria isha vetëm unë. Edhe unë haja dhunë psikologjike dhe dhunë fizike. Nga kush e haja dhunën psikologjike dhe fizike? Nga të dy. Nga të dy fëmijët e mamas. Por nëna juaj si reagonte? Se ti erdhi një fëmijë pa fajshëm. Mama ime nuk ishte kur, se domethënë ata domethënë e bënin këtë kur nuk ishte ime am. Baba imi vinte punonte nga mëngjezi 24 orë në ditë, mund ta thuash. Ata të kanë dhunuar që kur ti ke qenë e vogël? Mund ta marrësh fjalën bebe? Ti po tregon që ke trauma nga fëmiria që të ndjekin dhe sot. Shumë. Dhe unë nuk arri, domethënë ti kur bëj mirë njeriut, domethënë këtyre, më vjen në mend dhe ato që kam kaluar. Dhe nuk arri, domethënë jam në mes të mirës edhe të keqes. Të mirës dhe të keqes. E dashur Entela, ti ke qenë një fëmijë i vogël dhe nuk e ke patur dashurinë e vllajt dhe të motrës nga nëna. Në momentin që nëna vinte në shtëpi, unë besoj që ajo i kishte një lloj fëmijët, ajo të ka dashur. Ajo më ka dashur jashtëmase dhe e kam dashur jashtëmase, ajo është domethënë njeriu i vetëm që kam pasur në këtë jetë. Por çfarë ndodhi më pas me jetën tënde? Ti u rrite, ata u martuan? U martova në moshën 20 vjeçare. Po, mund të marrë vesh. Unë martova në moshën 20 vjeçare, aty filloi dhuna jo fizike, ma psikologjike. Por pse? Pse se në Shqipëri njerëzit të akuzojnë, sikur ti domethënë vin nga një familje me prindër të ndarë, ti vin nga një familje që nuk ishe konsideruar për djalin e tyre, ti domethënë kështu, ti ashtu, dhe kjo vazhdoi me vite deri 2 vjet para, 3 vjet para. Kur unë një ditë, domethënë pasi kalova shumë kohë te psikologja, të thash nuk e di se sa mund t'jem bërë. Llogaritë e ti të harxhosh ti mbi 2000 euro. Me 50 euro, domethënë kolok, nuk e di. Domethënë Entela, ke bërë shumë mirë që ke shkuar te psikologja. Në momentet caktuara në jetën tonë mund të kemi nevojë të shkojmë te psikologja, sepse jeta është bërë stresuese dhe kur ke dhe probleme të tilla të mbartura, padyshim që vjen një moment që edhe truri nuk arrin dot të logjikoj ftohtë dhe të vazhdosh një jetë të qetë. Kështu që ke bërë shumë mirë që ke shkuar te psikologja, sepse besoj të ka ndihmuar. Ajo më ndihmoi të dilja nga i tuneli që unë isha futur dhe nuk po dilja nga i tuneli. Çfarë ndodhi? Ti u martove dhe u ndave nga vëllezëri vllai dhe motra që të dhunonin. Pse pate probleme ti në martesë? Po, se si po të thosha, domethënë martesa, domethënë nuk ishte ashtu si unë imagjinoja. Aty domethënë filloi dhuna psikologjike. Nga kush? Kush të dhunoi? Dhuna nga vjera, nga vjeri, nga punata, nga punati, filloi dhe më shoq. Dhuna psikologjike. Dhuna psikologjike nuk ishte një herë në kaq kohë, ishte përditshme. Po çfarë do të kuptoj me dhunë psikologjike që ata kanë ushtruar? Dhunë psikologjike, për shembull, që ti nuk ke të drejtë të flasësh. Ti nuk ke të drejtë se domethënë kështu siç bën ti, domethënë të ka mësuar imam, se më fal, për maman time e bënin putan. Kupton? Fjala më e ndyrë që mund të ekzistojë kur të thon për nënën tënde që të ka rritur me aq shumë sakrifica që të ta thon putan.
Putan sot, putan nesër, putan pas nesër, do më thonë kjo ti, do më thonë kush të ka mësuar a kështu, të ka mësuar kështu, e ke parasysh, do më thonë që ti, do më thonë ansia arriti kapi maksimon, kur i thonë që ti nuk mund të kuptosh edhe vetë kush je. Po, arriti që mua me iku e folura. Arriti me iku e folura, kur ti nuk mund të flasësh më. Çfarë ndodhi mes teje dhe bashkëshortit? Ti vazhdon të jesh e martuar sot? Po. Këtë duhet të thosha, se kur vajta te psikologja mbas shumë vite, se dhe ekonomia vazhdojnë sado që unë ka punuar gjithmonë nuk kam ndonjëherë pa punë, po më tha, Endela, do dy gjëra tha, o do vazhdojmë të jesh bashkë, o do ti, do më thonë, unë do të ndihmoj që do më thonë me psikologjin, do më thonë, o do ndahesh, do më thonë dhe ne do luftojmë, do më thonë si mund të ndahesh, ose mund të rish bashkë dhe do luftojmë se si mund të rish bashkë. I thash unë, okej, do ta provoj që të rri bashkë. Dhe ajo më ndihmoi me psikologjin, se ajo nuk është, këtu nuk quhet psikolog, se do më thonë njihet shumë vetëm në Zvicër kjo lloj terapie që bën ajo. Edhe i thash unë, po, dua të vazhdoj, i thash unë, dhe do më thonë filloj, aty u mora, do më thonë, situatën në dorë, kupton? Që ti, për shembull, nëse mama, për shembull, la tua mamma è una puttana. Ha fatto bene, i thosha unë. Ha fatto bene, ha contentato la sua. Po e them italisht. E qartë, kuptova shumë mirë. E dashur Endela, unë e kuptoj që ti marrëdhënien me vjerrën, jo se ti si ndar me burrin. Marrëdhënien me vjerrën me njerëz se burri nuk i ke patur mirë. Por me sa kuptoj, ti burrin e dashuron, nuk je ndar me të. Dëgjoj. Burin, do më thonë, po, dashuri kur i thuhet është, patjetër është respekt, se unë fillova të jap respekt vetes. Bravo. Se ti nuk fillon të japësh respekt vetes, ti nuk e lejon tjetër. Për shembull, kur ai për shembull më thoshte një diçka, unë ja ktheja, derisa arriti që mos ta thoshte më. Bravo, nëse nuk respektojmë veten tonë, nuk bëjmë asgjë. Se ai për shembull mund të shikonte, domethënë që ti për shembull lëndoheshe, të lëndonte më tepër. Ti lëndohesh më tepër. Ma kur arrin ti për shembull që ti nuk lëndohesh më nga kjo fjalë. Sì, che unë ja kthea. Sì, ha fatto bene, ha contentato la sua. Cosa vuoi? Lo faccio anch'io. Hai capito? Kur ti thua, domethënë, një diçka, domethënë, e ka bërë mirë. E qartë. Domethënë, ai filloi domethënë që kjo nuk është më ajo që ishte. Endela, kjo është një tjetër tani. Si ke sot marrëdhëniet me burrin? Unë tani nuk jam më ajo e para. Ajo e para vdiq para 2 viteve, 3 viteve. Kupton? Keni fëmijë? Nuk jem unë, domethënë i dash, domethënë fund, domethënë emrit tim, i dash fund personalitetit tim, i dash fund, domethënë jetës që bëra dhe thash, unë tani jam një tjetër. Dhe kjo i tjetra do luftoj për këtë që unë tani, domethënë kam 2 fëmijë që më adhurojnë si grua, si nën, si nga çdo të ishte, po më ishte dhe fëmijët nga vetja. Domethënë ai sa vini fëmijët fillon të sherrin, që unë domethënë të merja, domethënë shikoj mama e juaj, domethënë se çfarë bërbash, edhe unë tani, tash, këtu është një gabim. Mua më vjen mirë që ti ke mundur dot ta mundësh të shkuarën tënde, dhe sot je një grua e fortë, ti je një nënë e lumtur dhe më vjen mirë që ke shpëtuar martesën tënde. Nuk e shkuar në divorc, por e ke shpëtuar martesën tënde dhe jeton me burrin tënd dhe me 2 fëmijët e tu. Po është një diçka tjetër tani. Unë nuk kam poshtur, domethënë ata që i kishte prind, domethënë fëmijët e mamas. Nuk kam shpëtuar prej njërit. Ti vazhdon të kesh edhe sot e kësaj dite konflikte me vllajin dhe motrën? Domethënë me njërin arri domethënë ti që do e ke parasysh ti që unë domethënë jam bërë, nuk jam më ajo e para. Domethënë unë isha si thuhet busta paga, kur i thuhet, leku. Domethënë unë ti më jep, unë jetoj, edhe ti. Domethënë e ke parasysh kur më kanë kërkuar lek, për shembull unë s'kam dhënë lek, më thoshin, e ke parasysh ti je domethënë një pler.
që unë këtë fjalë nuk e domethënë e kam dëgjuar vetëm në Shqipëri. Nuk e kam dëgjuar këtu, domethënë ti. Kur ti domethënë ti këtë fjalën, më fal për shprehjen se unë nuk e kam, domethënë ti kur domethënë të kam dhije për lekët e tua. Ke parasysh fjala më e banale, është diçka më e poshtër. Kur ti unë të jap lekë, më kam dhënë miliona dhe nuk më janë kthyer. Dhe vazhdoni të më merrnin akoma. Ti po më tregon që ata të kanë shfrytzuar. Më kanë shfrytzuar dhe vazhdojnë të më shfrytëzojnë. Por unë tani i tash domethënë stop dhe kësaj, po është një diçka me veten time, para 3 ditësh i kam thënë Zotit vetëm një fjalë. Pse? Mua domethënë më çove në një situatë të tillë me njerëz të tillë. Pero thash dhe këtë ti, Zoti ti jep për shembull vuajtjet edhe forcën njeriu që i mban. Dashur Entela, ti ke sa vite ke emigruar dhe je në Itali? 26. Ke 26 vite që ke ikur nga Shqipëria. Je me burrin tënd, me fëmijët e tu, ke sistemuar familjen tënde, ke arritur të zgjidhësh problemet që ke pasur në familjen tënde, por duke patur fuqinë që të zgjidhësh problemet dhe me motrën dhe vllajin, ata kanë familjen e tyre. I kam bërë gjithmonë, domethënë kanë qenë me vite që nuk flisja, pastaj filloja që flisja, pastaj në këshur. Ma sono sempre che domethënë të dua me të për lek. Por çfarë ndodhi? Ti shkove në Itali dhe ata të telefononin dhe të kërkonin para? Unë kur kam ardhur këtu në Itali, domethënë ti më am. Po. Me gjithë sakrificat që ka bërë, që me gjithë ato që më ka rritur, me gjithë ato unë e kam ndihmuar deri sa mbylli syt. Se ishte kur i thuhet, domethënë kur unë haja dhe ajo mos hante, nuk më kalonte poshtë. Normal, të gjithë fëmijët për prindrit s'kan një detyrim. Okay. Është e kuptueshme. Dhe po dëgjoja, domethënë është edhe një diçka, por ti kur i jepje dhe ja merrnin, aty është më e keqe. Që do të thotë ti dërgoje mamas para dhe vllai dhe motra ja merrnin? Nuk arrinte të kalonte as javën. Unë ti arrita dhe domethënë ansja ime, depresioni im arriti domethënë kur unë kisha frikë të merrja mama në telefon. Pse? Ishte se më vinte keq, se dia unë e dalloja vetëm nga zëri atë kur ajo domethënë ti nuk kishte. Nuk dija ç'a të bëja. Thaja vetëm me dhëm. Thaja të gjitha. Entela. Nuk arrinte. I dërgoja lek prap. Iknin. Domethënë se unë i dërgoja komplet ushqimet nga Italia. Domethënë që ajo domethënë me ato lekë që unë i dërgoja, domethënë të blinte mishin, ilaçe, tjetër. Nuk arrinte. Por kur ti shkoje në Shqipëri dhe flisje me nënën tënde, ajo të tregoi diçka? Mama ime ishte analfabete, se lindi në kohën e luftës. E qartë, por ajo për të folur fliste. Po ishte po më thoshte gjithmonë, mos fol, se po ti po të ikësh do ziren me mua. A mund të do ti të flisje me motrën dhe vllajin, se në fund të gjithë shkaj? I kanë mohuar çdo gjë. Ju ishit të tre? I kanë mohuar çdo gjë. E kishit të nën, të tre, dhe të tre duhet të kujdeseshit për nënën, jo vetëm ti. E kjo ishte kështu ti se unë kujdesesha, dhe unë bësha keqja. Dhe unë e sot e kësaj dite, domethënë jam po ajo e keqja. Çfarë ndodhi mes teje dhe vllajt dhe motrës që ju nuk folët për vite të tëra? Keni pasur debat? Domethënë më mori lekët, nuk mi solli, kërkonte prap akoma, i thash, bollma, se unë, domethënë ato lekët që unë t'i jepja për shembull doja që t'mi hante ime am. Kupton? Domethënë kur ti domethënë ti jep dhe nga ana tjetër ti more kur i thon të marrësh prindin në telefon, e di shumë me than, është gjëja më e ligë që mund të ekzistojë te një njeri. Se ajo nën të ka rritur, ajo nën të ka bërë sakrificat që nuk i ka bërë njeri. Dhe ti marrësh lekët dhe ti prishësh me të tjerat është gjëja më e gabuar që ekziston. Ata jetojnë në Shqipëri apo janë në Itali? Jo, në Shqipëri.
Je përballur ndonjëherë me motrën dhe vllajin? Do më thënë jam përballur, po që do më thënë është një diçka që ti do më thënë nuk mund të komunikosh. E ke parasysh kur mund të komunikosh me njerëz që janë të sumur psiqik? Kjo është e gjitha. Por nëna ka ndruar jetë apo është në jetë? Ka ndruar jetë mamaja, ka ndruar jetë dhe ishte diçkaja më e keqe kur nuk vinte njëri te varri mamas. Kur e kam gjetur unë varrin e mamas shumë vite më mbrapa, mua do më thonë u çmanda. Ja kam bërë prap varrin mamas vetë, me të gjitha ato që duheshin. Po që është e kotë. Ka njerëz në Shqipëri që do më thonë nuk mund t'i quash njerëz. E di si mund t'i quash verme kur i thuhet këtej. Entela, janë të rënda këto fjalë, janë për motrën dhe vllajin tënd. Jo, më tepër e ka me atë, me vllain. Konfliktin më të madh e ke me vllajin, jo me motrën. Me atë do më thënë e kam më të madh se dëgjoti. Një vlla duhet të marri, do më thënë, e ke parasysh situatën në dorë për fëmrën. Nuk mund të marri fëmra situatën, do më thënë se unë po të kisha një vlla, nuk do arrija në këtë pikë. Nuk do më merr një njerëz në përkam. Kupton? Nuk ka qenë mbështetja juaj, e qartë, e kuptoj. Nuk kanë qenë, unë jam ngritur me këmbët e mia, unë kam vuajtur, unë kam bërë shumë gjëra ti. E ke parasysh kur ti do më thënë duhet të bësh e zonja vetes, se ndryshe o të futesh në varr o do mbijetosh. Unë nuk kërkoja o njërën o tjetrën, unë kërkoja të jetoja, jo të mbijetoja. E dashur Entela, e kuptoj që konfliktin më të madh e ke pasur me vllajin dhe atë akuzon që ka prishur lekët që ti ke dërguar për nënën. Por me motrën, ndoshta motra me motrën flet më hapur dhe e gjejnë gjuhën e përbashkët. Ti me motrën tënde nuk munde do të flisje për të menaxhuar këtë situatë? Sepse kam folur dhe është më e forta se ajo nuk mban anën time, mban anën e tij. Pse më duket pak absurde, ata nuk e kanë dashur nënën e tyre? Këtë nuk mund të di ta them, se sa mund të duash, se dashuria, respekti dhe keqardhja ka shumë gjëra, do më thonë ti. Kurse unë i kam pasur që të treja, do më thonë, më vinte keq, e doja dhe e respektoja. Ti vendose t'ja mbyllje telefonin vllajt, ishe ti e para që doje të shkëpusje kontaktet, apo ishte ai që të bllokoi? Pas gjithë konflikteve. Nuk kemi shkuar asnjëherë ti se gjithmonë për shembull ti është një diçka që të ignoron, të ofendon. Kur qëllon për shembull që të thotë për shembull che tu non capisci niente, tu sei ignorante. Po kjo nuk është gjua normale që një vlla duhet të përdori me motrën. La ultima parola che mi ha detto scema. Però scema è una brutta parola. Do më thonë këtu e marrin çik ndryshe. Po në Shqipëri tingëllon më keq. Kupton? Quando io ti aiuto, ti mando i soldi, ti mando il cibo, ti mando tutto. Por të folur e tu mi dici tema? Unë të kuptoj qartë, por për të folur shqip, sepse gjithë ata që na ndjekin në këto momente, ndoshta një të kuptoj dhe unë, po, non voglio che sappiano tutti per quella. E ke të vështirë të gjesh fjalën e dur për të folur, të kuptoj dhe të mirë kuptoj Entela sepse ke shumë vite që jeton në shtetin italian dhe ndonjëherë fjalët nuk të vinë për të shprehur mendimin apo për të përshkruar ngjarjet apo epitetet që vllajt kishte vendosur dhe të thërriste me këto emra që janë shumë të ulët. E dashur Entela, sot që flasim të dyja, ti ke kontakte me vllajin? Jo. I mbylla. I mbylla ka shumë pak. I mbylla për arsye më ofendoi. Çfarë ndodhi që ti vendose të mbyllje kontaktet? Kur i thuhet as edhe një gjë. Ai të ofendoi përse?
ke parasysh kur ti për shembull këtu domethënë ti mund të se këtu për shembull në Itali ti mund të kapësh edhe shumë fjalë. Ke parasysh mund të thuash një fjalë edhe brutale, che brutta così. Nuk është se ishte ndonjë fjalë e madhe, kupton? Edhe i thoshte mbyllet në telefonin quella lì scema. Nuk ma thoshte mua drejt për drejt, i e thoshte të motrës. Ky di telefono, perché quella lì è scema. Io sono scema che ti do da mangiare. Sa kohë bë që nuk flet? Shumë pak. Por me motrën? Shumë pak. Po me motrën ke kontakte? Jo, me atë flas. Dhe ajo është viktim e viktimave. Sado do të thonë që është sjell në një mënyrë më përpara, shumë keq me mua, po që arri do të thonë deri një farë pike ta kuptoj, sikur i thuhet fëmër me fëmër, po që një mashkull për mua ka qenë pika, do të thonë si që shikoj unë burrin te fëmijët, do të thonë që është si e ke parasysh se nuk se sikur të mungon një krah, sikur të mungon një këmbë, për shembull kur nuk ke një mashkull në krah. Do të thonë, unë ja kam dalë vetan, unë nuk kam nevojë më ti pras edhe një gjallë, për shembull për një mashkull, për një tjetër, nuk kam nevojë fare. Unë tani ke parasysh unë mund të vete kudo. Po kur kisha nevojë nuk ishte njeri. Tash Orentela, edhe pse ke imazhin e mbuluar, unë jam e sigurt që vllai juaj mund ta ndjekë këtë video dhe do e kuptoj që jeni ju. Kërkon ti përcjellësh një mesazh? Është e kot. Se është një diçka, do të thonë ai nuk duhet të më bëj mua nder. Ai duhet i bëj motrës vet nder. Unë nuk kam nevojë për as edhe një gjë. Unë e rregullova jetën time. Kupton? Unë e rregullova jetën time. Do të thonë çdo gjë për shkakun që ti ma ke marr mua, unë nuk e dua mbrapsht. Kupton? Unë nuk e dua mbrapsht. Ti ke vendosur mos ta falësh. Jo, nuk është se ti vendos që mos ta fal njeri. Është një njeri që nuk vazhdon gabimet njëra pas tjetrës. Por ti sot çfarë kërkon nga ai njeri? Ti ke shkëputur kontaktet dhe nuk do të flasësh më. Ai vazhdon të shqetësojë dhe kjo është një pengesë e madhe. Jo, se unë jam person për shembull që kur të të vë, them çdo njeri në shtëpinë e vet. Them që nëse njeriu arrin çik më tutje, të thash çdo gjë që mua ma ka marr, t'ja japi motrës vet, jo mua. Nëse arrin, unë çdo gjë do ta bëj me gjyq pastaj. Ma jo për veten time, nuk e dua unë as edhe një gjë. Por për çfarë sa lek bëhet fjalë që vllai të ka marrë dhe ti kërkon që ai t'i kthej mbrapa këto para? Shumë është e madhe, po të vazhdosh me interes bëhet akoma më e madhe. Për çfarë shumë e bëhet fjalë? Nuk mund ta them. Por këto parat ja ke dërguar vllait si borxh apo ja ke dërguar nënës dhe ai ja ka marrë nënës? Domethënë si funksion, si ka ndodhur? Ati si borxh. Ai të ka kërkuar një nder, një borxh parash dhe ti në mirë besim dhe në dashuri që ke për vllajin ja ke dhënë këto para. Po. Dhe ai sot nuk po se më lajmër, se më tha se do t'i jap lekët mbrapsht. Por sot si justifikohet ai? Çfarë thot kur ti ke kërkuar para? Nuk ka. Ma nuk më duhen, e ke parasysh, ajo unë tani, jeta ime vazhdon, ka kaluar, si thuhet, unë tani, do më thënë, nuk kam më nevojë për shembull për lekët që ti më ke marrë. Unë kam nevojë për shembull të më lë rehat, kur i thuhet, do më thënë, lekët e mia, i jepi asat motre, të bëj jetën e vet. Në qoftë se ti nuk lë një rehat njëri, ka gjyqje, dhe unë nuk dua të arri në gjyqje. Me vllajin, e qartë, e kuptoj. Entela, unë uroj dhe shpresoj që vllai ato para t'i kthej, bëhet fjalë për një shumë që... Jo, nuk i dua mbrapsht. Ti kërkoj që ato para t'i japi motrës tjetër, t'ja bësh dhurat motrës. Po, t'ja japi motrës vet, unë ja kam falur asaj. Por motra tjetër, çfarë thot kur ti e konsumon këtë bisedë, që këto para unë do t'i jap ty?
Do më thonë, aty do më thonë ti, ajo ti do më thonë, e ke parasysh ti se e di që nuk i merr, e di se do më thonë se, do më thonë, ajo do më thonë e ka shtypur, e ke parasysh si do më thonë se nuk është, do më thonë, nuk e ka të, do më thonë, atë arritjen, siç kam arritur unë, do më thonë jo se unë jam e zgjuar, më fal. Unë e kam arritur me forcë këtë që kam, për shembull forca ime ka arritur nga mua, nuk ka arritur për shembull nga ndonjë tjetër. E kam arritur vetë me forcën time. Që këtë që kam. Dhe i kam thënë, lekët unë nuk i dua. Merr atë që të takon ty aty brenda në shtëpinë tënde. Por pse? Bëhet fjalë edhe për shtëpinë që se keni ndarë të prindërve? Shtëpia nuk është e imja, po që po të shikosh për lekët mund të vënë deri në 20.000 euro. E qartë, e kuptoj, e bëre publik shifrën, por pak rëndësikase, nuk është problemi. Jo, mund të vej 20.000 euro. Po të vesh shik më tutje, mund të vej dhe 40. Kuptove? Edhe unë të them nuk dua sa dhe një gjë. Ti kërkon që këtë borxh që vllai ta ka marrë dikur, t'ja japësh mos trës tjetër dhe t'ja bësh dhuratë që dhe ajo të ketë një jetesë të mirë, duke ditur që ti jeton në Itali, i ke sistemuar gjërat e tua. Se më vjen, kur i thuhet, më vjen keq se është së pamër. E para, do më thonë, unë nuk dua as edhe një gjë, nuk dua, sikur dhe një cent, nuk dua. Unë po të jap sot. Pra po vazhdoj që të jap. E dashur, Entela, e kuptova qartë problemin dhe konfliktin që ke me motrën dhe vllajën, dhe sigurisht më vjen keq se kur ka konflikte brenda gjakut, brenda familjes, motër, vlla. Po nuk kam bërë asnjë gjë, Unë isha viktimë e viktimave. E kupton kur i thuhet viktim e viktimave. Nuk është se isha unë do më thonë ti që do më thonë të shtyva për lekët, unë të shtyva për këtë. Unë kam ndihmuar. Po ti fusësh të gjithë ato që kam ndihmuar unë për shembull mund të jetë shifra 50.000 euro. Ndër vite që ke dërguar në Shqipëri për vllajën, e qartë, e kuptoj. Po, vetëm po me këto që më kanë marrë të gjitha. Ti bësh bark bëhen 50.000 euro. Edhe unë të them nuk dua as edhe një gjë. Është më thonë vetëm, në njëri mund të thotë, ma tu se shema. Në fillim të intervistës më the që babai ka qenë i martuar dhe ka 2 fëmijë nga martesa e parë? Po, ka 2 vajza. Dhe ato i kam pasur, më kanë ngelur shumë merak, do më thonë vetëm për t'i njohur. Ke dëshirë t'i njohësh? Kam shumë dëshirë. Shumë fare dëshirë. Duke ditur që jemi këtu në këtë live, mund ta shfrytëzojmë të dritare. Ke ndonjë të dhënë se çfarë moshe kanë dhe ku jetojnë apo ku kanë jetuar në Greqi? Jetojnë në Greqi. Ato janë sigurisht më të mëdhaja se ty. Po, ato janë më të mëdhaja nga mua. Ato ti do më thonë ti janë, do më thonë nga një fshat, do më thonë kur i thuhet Fezulla të rrethit të Fierit. I ke kërkuar se sot bota e internetit nëpërmjet rrjeteve sociale? Jo, nuk mund t'i kërkoj ti se nuk i di as emër as mbiemër. Babai nuk të ka treguar asgjë? Jo, as edhe një gjë. Para se të vdiste kërkonte, do më thonë që të mi thoshte emrat para se të vdiste. Ma unë nuk arrita se unë punoja dhe arritja. Të thash, unë kam kaluar, do më thonë, të mendosh gjarpërin, po zhgurit është pak. Më keq akoma. Më vjen ka keq për ty e dashur Entela. Por, Entela, do më thonë, aq kam vuajtur, sa më mora një forcë dhe thash, stop. Tani, do më thonë, do t'i vë unë pikat mbi. Dhe kur dhimbja kthehet në forcë, është gjë më mirë. Po, arrita do të thotë që çdo njeriu t'i kthej monedhën që i takon. Çdo njeriu. Kushdo qoftë, i kthej monedhën që i takon. E dashur Entela, duke ditur që ke interes të njohësh motrën dhe motra i ke nga babai apo motra e vllat? Motra, 2 goca. 2 vajza. Meqenëse që ke dëshirë të madhe të njohësh 2 motrat nga babai. Babai kur ka qenë i martuar me nënën tuaj, nuk i takonte vajzat? Kishte kontakte? I takonte. Babai më ka qenë shumë njëri mirë, shumë njëri punëtor, shumë. Sa arriti në moshën 20 vjeçare,
do më thonë, ky, do më thonë, vlla nga nëna e ndoqi nga shtëpia. Vllai, Llogaritë çfarë traume i ka marrë unë. vllai juaj nga nëna përzuri i babain tuaj, Njerkun? Po, që e rriti, e bëri të madh, dhe llogaritë çfarë traume ka marrë unë. Kur e kam takuar baban tim pas shumë vitesh, do më thonë, dhe kjo ka qenë një kauzë e njërit aty, do më thonë shtëpisë burrit, dhe u bëra shumë, do më thonë, kurioze kur ishte, kalova, do më thonë, traumën tjetër. Por nëna u nda me babain? Jo, nuk e nda, ma e ndoqi ky nga shtëpia, mamaja kishte frikë. Por nëna juaj jetoi me ty, me vllajin dhe motrën dhe babai juaj u largua nga shtëpia? Jo, e largoi ky nga shtëpia, e ndoqi. Po pra ata u ndan, nuk jetuan më bashkë. Jo, nuk u ndan, se ajo do më thonë proferoi, do më thonë të mante djalin, nuk proferoi të mante të shoqin. Po pra, nëna juaj në një farë mënyrë u ndan me burrin e saj. Ai jetonte më vete. Po, do më thonë jo se do më thonë nga dëshira, vetëm nga ke parasysh kur nga kërcënimi. Por çfarë ndodhi? Pse e dëboi ai Njerkun, pra vllai juaj? Kjo është edhe të gjithave, kur nuk do më thonë një njeri nuk arrin, do më thonë kapacitetin 100%, aty do më thonë fillon do më thonë që kapen shumë kauza. Se unë për shembull si njeri nuk mund të bëj një ligësi një tjetrit. Dhe unë këto do më thonë e kam kuptuar, të thash, mua më futën në një tunel, jo në një tunel, më fal, në një pus, që unë nuk po kuptoja masa dhe një gjë. Sa vjeç? Unë kam jetuar mbi 30 vite, do më thënë mbi 30 vite në një tunel. Sa vjeç ke? Në një pus, më fal për shprehje. Po, e kuptova, pus, se bëre krahasimin shumë të bukur që tuneli ka një hyrje dhe një dalje, por pusi është gjithçka e rësirë dhe po, se këtë ma ka shpjeguar, do më thëmë psikologja. E sqarove shumë bukur. Entela, sa vjeç ke qenë kur babai u largua nga shtëpia? Që vllai juaj e përzuri? 15. Nga jo mosh ti e takoi babain? Jo, nuk e takova më, e kam takuar mbas shumë vitesh, kam qenë te 30-at. Edhe më pak, nuk e mbaj mend shumë, edhe se ishte një kauzë aty në familjen e burrit. Edhe unë aty do më thonë erdhi, do më thonë një si tip antene, tik kur të vinë kështu, edhe thash dua do më thonë ta di më tepër do më thonë isha orgolioze më tepër që e dija që nuk ishte vërtet ajo që po thoshin, edhe vajta. Kur kam vajtur e kam parë, aty ishte trauma më e madhe që për mua ekzistoi. Pse, si e gjete babain? E gjeta në një mënyrë shumë të mirë, po e dija do më thënë që nuk do ta shikoja më. Se kam parë vetëm për një natë. Dhe ai ndroi jetë më pas. Jo, unë do më thonë erdha këtej, ai vazhdoi rrugën andej, se nuk e para, njeriu nuk e di se kur mund të vdesi tjetri. Apo jo? Ai ishte takimi i fundit, më pas ai ndroi jetë dhe ti s'mundet do të takoje. Unë tër natën e natës nuk kam pjetur gjumë. Kjo do më thonë ka për të ndënjur gjithë jetën në zemrën time. Gjithë jetën, derisa të mbyll syt. Dhe kam thënë, unë nuk e fal këtë njeri, kam thënë. Për çfarë e akuzoi? Nuk e fal. Për çfarë e akuzoi vllai juaj baban? Niente, e mato, e scemo, non capisce niente. Ai rriti. Nuk e rriti jati, e rriti ai. Është vetëm njeriu këqbërës. Si mund ta mendosh ti tani një njeri kur të rrit, të bën të madh e të gjitha? Unë kur shikoj këtu në Itali, do më thonë ti, unë habitem, unë këtu, do më thonë ti, shikoj gjëra, do më thonë dhe them si ka mundësi që ka shumë ligësi aty.
Këtu i fëmi njerëzit nuk kanë fëmijë, edhe duan një ka, unë kam një, do më thonë njëti, kam kafshi, më pëlqen një shmase, do më thonë gjithë dashurin time unë po ja çoj kafshëve, gjithë dashurin time, edhe nuk e mendoj dot me iki një ditë, ose një orë, ose gjysmore. Si mund t'i thuash një njeriu t'i ikti nga shtëpia se unë nuk të dua më. Dhe mua më vjen keq për këtë histori që ke kaluar në fëmirin tënde që... Janë trauma, njëra mbas tjetrës. Janë trauma. E dashur Entela, unë të falenderoj që ti hyre në këtë live, tregove këtë histori, por tregove dhe anën tënde më të fortë, se si ndihmën e psikologes dhimbjen e ktheve në forcë dhe dole nga i pus. Do doja që ditën e sotme, në këtë live, t'i jepi një mesazh për gjithë ato gra që janë futur në ato pus që ke përjetuar ti për vite të tëra. Po, dhe këtë do më thonë ti dhe unë i shkoj shumë programet e juaja, shumë, dhe që do më thonë gati për ditë. Të falenderoj. Je do më thonë dhe them me veten time. Mos u martoni më pa dëshirën tuaj. Se do më thonë ti martohesh, vërtet. Se nuk është problem për t'u martuar, por është problemi atë që do sjellësh më mbrapa. Se nëse ti do ushqesh veten tënde, një gojësh, po ti do ushqesh 3 gojë pasaj ose 4. Ajo po e kam gabim. Familja do bëhet më e madhe, qartë. Familja do bëhet më e madhe. Do më thonë ti, unë ti kur i kam bërë fëmijët e mi, nuk i kam bërë se prandaj ta thash këtë. Unë nuk i kam bërë se i kam dashur. Unë nuk isha për të bërë nën. Se nuk ne në Shqipëri kemi duhet të bëhemi nëna. Ma nën duhet të bësh që ta ndjesh nga brenda. Kur ti je nuk është obligo. Nuk është obligo. Unë i kam bërë fëmijët e mi si 2 kukull. Me deshi Zoti që mi mbajtin jetë. Dhe me jetë i kesh dhe sot je një krenare. Unë e di, kam kërkuar fëmijëve të mi, më falni. Më thoshin, mama, të kemi falur 1000 herë. Pra të mendohen mirë nëna që të bëjnë nëna, se nuk është fjalë, do të bësh fëmijë gjë e ban. Po të arrisësh me dashuri, me përkushtim, nuk është e lehtë. Prandaj më vjen, do të thonë, e qartë se kur i thosha fëmijëve të mi, më falni. Po nuk isha bërë asnjë gjë. Asë dhe një gjë nuk isha bërë. Vetëm kërkohet që t'jepja më tepër dashuri. Po unë isha në më thënë atë tunelin, në më thënë atë pusin branda. Nuk kuptoja për veten time. Por, dashur... Më thot vajza, mama, më thot, më ti ke dëna shumë, thot sa s'nave, se neve, do më thënë, nuk e na mungon. Jo, i them unë do doja që, do më thot, isha më koshente. Do më thënë, për çdo gjë, unë i kam bërë nga mendja, do më thënë si nan, po jo që ta ndjeja. Këto nuk arrin që ta kuptojnë. Jo më shumë nana, po dhe shumë vëllezër apo motra. Është e shtrenjtë motra, është e shtrenjtë. Mos e hidhni në rrugë, se po edhe ti kush do ta mbaj, kush do ta presi. Është me tërmend. Duhet të më thënë të kenë njerëz më të afër. Unë i them vajzës time, se unë nuk i thras në emër, i them mama. I them lule, i them gjërat më të bukura që ekzistojnë. Edhe i them unë, mama, për çdo gjë, hajde mama jote, fol, bëj. Nuk e kam problem. Se ka 1, se ka 2, se ka 3, se ka 4. A është fëmia im. Sigurisht. E dashur, Entela, nuk dua të kujtoj më të shkuarën. E shkuara është e harruar për ty. Është një kapitull që ti e ke mbyllur. Po, prandaj tash. Unë kam 2 personazhe dhe i them gjithmonë vetes. Një personazh, do më thonë që është i errët, po unë ja dola jashtë. Dhe e mbylli me këtë që një grua e gjen forcën për t'ja dalë dhe ne jemi aq të forta që të përballojmë gjithçka që na sjell jeta. E dashur, fshi lotët. Nuk dua të shkoj me lot. Vajzës thëriti gjithmonë lule, sa e do ngelet lulja jote. Edhe djalit, dhe të uroj më të mirat e kësaj bote, dhe të përqafoj nga Tirana. Faleminderit edhe juve, këtë po thosha, motra, vëllezër, nën,
babalar, fëmia ngelet fëmijë dhe ti duam edhe ti respektojmë, do më thonë arroveshëm, do më thonë njëri me tjetrin, se ne posedeshëm ne familjen kush do na doj. E the shumë bukur. Posedeshëm ne familjen kush do na doj. Dhe duhet jemi shumë të bashkuar. Dhe unë kam prandaj bëra njërën për ta mbajtur familjen të bashkuar. Kur vajta te psikologja, më tha do ta mbash apo unë i dash shansin e fundit. Dhe fitova unë. Dhe shpëtove familjen. Më vjen mirë që edhe i buzëqeshe dhe qeshe. Të puth dhe unë nga Tirana. Jo, unë jam shumë e qeshur, kam domethënë një të qeshur dhe një domethënë një forcë që them ja dola. Dhe si ja dola unë mund t'ja dalin shumë. Shumë. Bravo. Mirë, Entela, të përqafoj dhe të puth nga Tirana. Mirupafshim zemër. Edhe unë të puth e të përqafoj fort. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të të bëjni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori. Faleminderit, deri takohemi nesër.